Nga një pyetje e thjeshtë të një shpërthimi madh, 30 minuta tension pas ofertës së limit për cigare që ndezi Albën në shtëpi, ku nervat janë gjithmonë të tendosur dhe çdo fjalë peshohet më shumë se ç'duhet. Mjafton edhe një situatë krejt e zakonshme për të kthyer qetësinë në kaos. Pikërisht kështu ndodhi edhe këtë herë, kur një gjest i thjesht nga ana e limit u shndërrua në një debat të gjatë, të ashpër dhe emocional, që zgjati rreth 30 minuta dhe la pas një atmosferë të rënduar mes banorëve. Gjithçka nisi në ambientet e përbashkëta, ku Limi po qëndronte pranë Hygertës dhe Albës. Pa asnjë ton provokues, ai u drejtua të dyjave me një pyetje krejt normale: nëse donin cigare. Ishte një moment i zakonshëm, nga ato që ndodhin çdo ditë në shtëpi, pa ndonjë nënkuptim të veçantë. Hygerta reagoi e para. Ajo e pranoi ofertën pa hezitim, duke e marrë cigaren dhe duke vazhduar bisedën si të mos kishte ndodhur asgjë. Por situata ndryshoi në sekondën kur Alba reagoi. Refuzimi i saj nuk ishte i qetë dhe as i drejt për drejt. Ajo përdori ironi dhe një ton të ngarkuar emocionalisht, duke lënë të kuptojë se pas këtij refuzimi fshihej shumë më tepër se sa një cigare. Fjalët e Albës u interpretuan si thumbuese dhe provokuese. Ajo la të kuptojë se situata po rihapte plagë të vjetra dhe se çdo ndërveprim me Limit po e rikthente në një gjendje nervozizmi dhe tensioni. Limi, i habitur nga reagimi, u përpoq fillimisht të qeshte dhe ta kalonte situatën me shaka, por kjo vetëm sa e acaroi edhe më shumë Albën. Debati nisi të marrë për masa më të mëdha. Alba i drejtoi Limit akuza për mënyrën e komunikimit të tij, duke i thënë se po sillej pa respekt dhe se po provokonte qëllimisht. Tonet u ngritën dhe fjalori u bë gjithnjë më i ashpër. Në kulmin e nervozizmit, Alba përdori shprehje fyese dhe kërcënuese verbale, duke treguar se durimi i saj kishte arritur kufirin. Limi reagoi duke u mbrojtur, duke theksuar se oferta për cigare ishte thjesht një gjest normal dhe se nuk kishte asnjë qëllim të fshehtë pas saj. Ai u përpoq disa herë ta ulte situatën, duke i kërkuar Albës të qetësohej dhe të mos e dramatizonte një gjë kaq të vogël. Por për Albën, kjo nuk ishte më një çështje e vogël. Ishte grumbullimi i gjithë tensioneve, keqkuptimeve dhe zhgënjimeve të mëparshme. Për rreth 30 minuta, biseda u kthye në një përplasje të vazhdueshme. Banorët e tjerë u bën dëshmitar të kësaj situate, disa duke qëndruar në heshtje, disa duke u përpjekur të ndërhyjnë për ta qetësuar Albën, por pa shumë sukses. Hygerta, e cila ishte pjesë e momentit fillestar, u tërhoq gradualisht nga debati, duke mos dashur të përfshihej më tej. Atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm. Nuk flitej më për cigare, por për respekt, sjellje, tone dhe qëllime. Alba shprehu hapur se ndihej e provokuar dhe e nënvlerësuar, ndërsa Limi këmbëngulte se po keq interpretoi dhe se çdo reagim i tij po kthehej kundër tij. Kur debati më në fund u shua, asgjë nuk ishte më si më parë. Edhe pse zërat u ulën, tensioni mbeti i pranishëm. Alba u largua e nervozuar, ndërsa Limi mbeti i heshtur, dukshëm i lodhur nga përplasjet e vazhdueshme. Banorët e tjerë komentuan me zë të ulët atë që sapo kishin parë, duke e quajtur një tjetër shembull se si nervat e tendosur po e bëjnë bashkëjetesën gjithnjë më të vështirë. Ky moment tregoi edhe një herë se në këtë shtëpi, asgjë nuk është më e thjeshtë. Edhe një pyetje e zakonshme mund të hapë debate të mëdha dhe të nxjerrë në pa plagë të pashëruara. Dhe ndërsa loja vazhdon, duket qartë se marrëdhënia mes Albës dhe Limit po bëhet çdo ditë më e tensionuar, me pasoja që mund të ndihen edhe në ditët në vazhdim.